Moika kaikille. Tässä videossa puhumme viikonpäivistä, kuukausista ja vuoden ajoista ja niiden käytöstä. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të flasim për ditët e javës, për muajt dhe për stinët e vitit. Le të fillojmë. Viikonpäivät, do të thotë ditët e javës. Maanantai është e hënë, tiistai është e martë, keskiviikko është e mërkur, torstai është e enjtë, perjantai është e premtë, lauantai është e shtunë dhe sunnuntai është e diell. Do thotë kjo është sa i përket ditëve të javës. Këtu do të kemi kuukaudet, i kemi do të thotë muajt. Tammikuu është janar, helmikuu është shkurt, maaliskuu është do të thotë marsi, huhtikuu është prilli, toukokuu është maj, kesakuu është vera, heinakuu është korriku, elokuu është gushti, syyskuu është shtatori, lokakuu është tetori, marraskuu është nëntori ja jollukuu është do thotë dhjetori. Kjo është sa i përket muajve, do thotë kuukaudet janë muaj. Edhe këtu kemi vuoden ajat, do thotë stinët e vitit. Stinët e vitit do thotë janë kevet, do thotë është pranvera, kesa është vera, syksy është vjeshta dhe talvi është dimri, do thotë kevet, kesa, syksy ja talvi. Do thotë pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Do thotë për sa i përket stinëve të vitit, për muajt dhe për javët, i kemi këta shembujt këtu. Do thotë çdo që janë këtu. Këtu i kena një shpjegim në fund, do thotë ekstra kur ti shpjegojmë këtu. Këtu i kemi në do thotë i kena viikonpäivat, ditët e javës, mas pari mi morëm 3 shembuj për ditët e javës, që i përgjigjet pyetjes miloj që do thotë kur. Në 2 kena kuukaudet muajt, i kemi edhe këto 3 shembuj që i përgjigjet pyetjes miloj, edhe i kena vuoden ajat, stinët e vitit që i përgjigjet do thotë pyetjes miloj, vuoden ajat, stinët e vitit. Le të fillojna me viikonpäivat, do thotë me ditët e javës. Nähdään maanantaina, do thotë shihemi të hënën, do thotë maanantai është e hënë. Por kur themi shihemi të hënën, atëherë do të themi nähdään maanantai na. I shtojna këto na. Për shembull, milojnë maanantaina. Milojnë me nähdään, kur shihemi, do thotë me nähdään ose nähdään maanantaina. Shihemi të hënën, do thotë të hënën, kjo që e bën të, shtojna na. Këtu kur kemi na ose ne, do thotë me ditët e javës i shtojna na ose ne, maanantaina. Käyn kaupassa perjantaina, do thotë shkoj në dyqan të premten. Do të pyetja do thotë milloin käyt kaupassa, do thotë kur shkon në dyqan. Do thotë käyn, shkoj në dyqan, perjantaina, do thotë shkoj në dyqan të premten. Tash këtu kemi, do thotë pyetjen, këtu kemi mitä teet lauantaina, do thotë mitä teet lauantaina. Çfarë bën do thotë të shtunën? Minä tulen Suomeen lauantaina, do thotë unë vi në filon të shtunën. Milloin tulet Suomeen lauantaina. Kur vjen në filon, vi të shtunën, do thotë lauantai është e shtunë. Edhe këtu kemi lauantaina. Pse kjo na do thotë këtu për arsye se e shpjegon kur ndodh veprimi. Kjo na e tregon që ka menduar të shtunën, kjo do të thotë të shtunën. Nëse do të ishte veç lauantai, është e shtunë. Po lauantaina është të shtunën. Okej? Kjo është sa i përket viikonpäiva, do thotë për ditëve të javës. Me ditë javës mos të harrojmë me shtojna na ose ne. Kuukaudet, muajt, do thotë muajt edhe kena ka pyetjen milojnë kur. Do thotë me muaj e shtojna sa taj se, SSA, taj SSE, do thotë ose e shtojna me ose pa pika, varet prej qysh të vije do thotë edhe komplet fjalja. On kylmä tammikuussa, do thotë milojnë on kylmä, kur është ftoft, on i bjen është, kylmä është ftoft, on kylmä tammikuussa. Kapshesa ka milloin on kylmä, kur është ftoft, tammikuu është janari, do thotë në, kur themi në, atëherë shtojna këto SSA, do thotë
on kylmä është ftoft tammikuussa. Do thot në janar është ftoft. Këtu e kemi tammiku, është janari. Shembull, tammiku është veç janari. Po nëse themi në janar, atëherë shtohemi sa, SSA, do thot on kylmä tammikuussa është ftoft, do thot në janar. Kesäloma on heinäkuussa, do thot pushimi veror është në korrik, do thot këtu lind pyetja milloin, do thot milloin on kesäloma, do thot kur është pushimi veror. Do thot kur e kemi pyetjen kur në këtë rast, kur është në pyetje do thot muajt e vitit, e shtojna do thot emrin e muajit të vitit, që është për shembull heinäkuu është korriku, heinäkuu, edhe këtu shtojna SSA, pse se i përgjigjet do thot të kallëzon kur ndodh veprimi. Kesäloma, do thot pushimi veror on i bjen është heinäkuussa, do thot në korrik. Pushimi veror është në korrik. Koulu alkaa elokuussa, do thot milloin koulu alkaa, do thot kur, do thot fillon shkolla, do thot koulu, shkolla alkaa, fillon elokuussa, do thot shkolla, do thot fillon në gusht. Elokuu është gushti, do thot elokuussa në gusht, të tregon do thot kohën se kur fillon shkolla. Kështë do thot edhe këtu i patëm 3 shembuj sa përket muajve, do thot mos të harrojmë, me ditët e javës përdoret na, me muajt i përdorim sa, dhe me vuodanajt me stinët e vitit, do thot mundemi me përdor na, edhe mundemi me përdor la. Për këtë arsye, do thot e ku marrë edhe këtë shembuj këtu që do ta shpjegoj mas kësaj. Milloin, do thot milloin është pyetja kur. Milloin kukat kukkivat, do thot kur lulëzojnë lulet, do thot kukat janë lulet, kukkivat do thot lulëzojnë. Kukat kukkivat keväällä, do thot lulet, lulëzojnë në pranverë. Kevät, do thot këtu ishte kevät, është do thot me një as i shpesheni është do thot pranvera, por në këtë rast është përjashtim, do thot është keväällä, do thot bëhen 2 eja, do thot këtu është përjashtim. Kukat kukkivat keväällä, do thot lulet, lulëzojnë, do thot në pranverë. Keväällä, do thot milloin, këtu po vjen me LLA, do thot me pika ka orë, si thashë më herët, mundet marrë me ose pa pika. Milloin kukat kukkivat, kur lulëzojnë do thot lulet, lulet, do thot lulet, lulëzojnë keväällä, do thot në pranverë. Aurinko paistaa kesällä, do thot dielli nxehtë, do thot rrezon në verë, do thot pyetja lind kur rrezon dielli, do thot milloin është kur, do thot rrezon dielli, do thot dielli, aurinko është dielli, paistaa do thot nxehtë rrezon, aurinko paistaa kesällä, do thot kesa është vera, kesällä në verë, do thot ne po themi në verë. Do thot aurinko paistaa kesällä, do thot dielli nxehtë në verë. Dhe këtu kemi shembullin e fundit sa i përket stinëve të vitit. Pyetja lind, do thot milloin linnut laulavat, do thot kur zogjet këndojnë. Lintu është një zog, por kur kemi temonikon, atëherë bëhet kopje e tij përdor, bëhet linnu, linnut, do thot linnut janë zogjet. Linnut laulavat, do thot zogjet këndojnë. Keväällä, do thot këtu është një shembull, zogjet këndojnë keväällä në pranverë. Do thot kjo ishte sa i përket vikon, päivät, ditët e javës, kuukaudet, muajt dhe vuoden ajat, do thot stinët e vitit. Këto ishin se për secilës i patëm 4 shembuj. Këtu kemi një shpjegim ekstra, do thot për shembull nëse dëshirojmë të themi për një veprim që ka ndodhur ose që do të ndodhë, për shembull ne tregojmë për një veprim që ka ndodhur javën e kaluar, por i përdorim ditët e javës. Do thot nëse i përdorim ditët e javës, atëherë themi e përdorim me na, për shembull vime manantajna. Javën e kaluar, do thot të hënën e kaluar, vime manantajna. Minulla oli për shembull kaksi vapata päivää, do thot të hënën e kaluar unë kisha do thot 2 ditë për shembull, ose vime manantajna mina ullin sajras. Do thot
Të hënën e kaluar, unë isha sëmur. Vime manan tajna, do thot manan taj është e hënë, por nëse themi vime manan tajna, do thot të hënën e kaluar. Po edhe nëse themi këtë të hënë, themi tana manan tajna, do thot këtë të hënë, për shembull, këtë të hënë, tana manan tajna, mina menen të ejnë, do thot në këtë të hënë, unë shkoj në punë, ose ensi manan tajna, këtu kemi ensi, do thot është e ardhme, ensi manan tajna, të hënën e ardhshme, për shembull, ensi manan tajna, mina kajnë suomen kursilla, për shembull, do thot të hënën e ardhshme, unë shkoj në kurs, në kursën e gjuhës finlandeze. Mos të harrojmë kjo vime është e kaluar, tana është kjo, për këtë do thot që fillon tana manan tajna, për këtë të hënë, edhe ensi manan tajna, për ato që vjen do thot. Ensi manan tajna, do thot të hënën e ardhshme. Mos të harrojmë kur jemi me ditët e javës e përdorim na. Kur jemi me muajt, atëherë përdorim sa, për shembull, vime kuusa. Vime kuusa, muajin e kaluar, ose tassa kuusa, në këtë muaj, për shembull, nëse lind pyetja misa kuusa olet syntymit. Misa kuusa ti ke lindur, do thot në cilin muaj ke lindur, atë themi, për shembull nëse në atë rast nëse ka linjë në foshën, për shembull, misa kuusa, për shembull vava synny, për shembull në cilin muaj lindi foshnja, për shembull vime kuusa, muajin e kaluar, ose tassa kuusa këtë muaj, por nëse nuk ka lindur ende, për shembull mundi me thënë ensi kuusa vava synty, do thot në muajin e ardhshëm do të lind për shembull foshnja. Vime kuusa është do thot muaj i kaluar, në muajin e kaluar, tassa kuusa është në këtë muaj, edhe ensi kuusa. Do thot pyetja mund të jetë millojn kur, ose mund të jetë misa kuusa, nëse vjen në cilin muaj, ose mund të jetë millojn kur, atëherë ne mund të përgjigjemi për shembull tassa kuusa. Tassa kuusa aloitan opiskella suomen kieltä, do thot në këtë muaj do të filloj ta mësoj gjuhën finlandeze. Ensi kuussa, do thot në muajin e ardhshëm, për shembull ensi kuussa minulla on kesäloma, do thot në muajin e ardhshëm, unë kam do thot pushimin veror. Do thot këtu kemi kesa, do thot kjo kesa i përket ditëve të javës e pora, kjo e dyta kesa i përket muajve, do thot përdoret sa, edhe kjo do thot e treta është do thot me stinet, do thot vime kesana, do thot kur tregojmë diçka që ka ndodhur, do thot kur të përdorim stinet, po themi për shembull vime kesana, do thot verën e kaluar. Për shembull vime kesana mina ollin lomalla. Për shembull në verën e kaluar o isha në pushim, për shembull mina ollin Kosovossa. Vime kesana mina ollin Kosovossa, do thot verën e kaluar unë isha në Kosovë. Tana kesana mina e mene Kosovon, van i honkin muun. Do thot në këtë verë, në këtë do thot tana kesana. Tana kesana, në këtë verë, mina en mene. Unë nuk shkoj Kosovon, në Kosovë, van, por menen van i honkin muun. Do thot, por shkoj diku tjetër, do thot. Vetë sa për shembull, edhe do thot të kemi ensi kesana, do thot verën e ardhshme. Ensi kesana mina sunit telen aloita uden tyën. Do thot në verën e ardhshme unë do thot të bëj plan të filloj një punë të re, për shembull. Ensi kesana, do thot në verën e ardhshme. Kjo mundet me konë në të gjitha, kështu kevana, kesana, syksyna, talvena. Do thot nëse shembull vime talvena, vitin do thot dimrin e kaluar. Vime talvena Suomessa oli tosi kylmä. Për shembull në dimrin e kaluar në Finland ishte për shembull shumë ftohtë. Do thot mos të harrojmë kur jemi të bëj me ditë javës e kemi na, me muaj e kemi sa, me stil do thot e kemi na në këtë rast, po mos harrojmë këto kemi kur tregojmë që ka ndodhur diçka, do thot në kaluarmen, në tashmen ose në të ardhmen.
por këtu e patëm do thot kevalla, por themi në. Do thot po kallëzojmë kukat kukivat, këtu pi përgjigj pyetjes millojnë. Millojnë kukat kukivat, do thot kur lulëzojnë lulet, do thot lulet lulëzojnë kevalla. Por kur i përdorin këtu, do thot vime, tana dhe ensi, këto trija, do thot kjo e lyp formën na, do thot i përgjigjet pyetjes. Do thot kjo me vuodën ajat, sinit e vitit ke vime, tana ja ensi ke na. Vime, për shembull ke sana, tana ke sana, ensi ke sana. Mundet me qenë edhe vime syksyna, tana syksyna, ensi syksyna, ose talvi. Vime talvena, tana talvena, ose ensi talvena. Në këtë vim, do thot në dimrin e kaluar, në këtë dimër ose dimrin e ardhshëm. Edhe këtu e kemi do thot të fundit. Shembulli i fundit për sot është do thot me javën, për shembull në cilën javë. Nëse lind pyetja millojnë, për shembull millojnë allojtat lukea të takirja. Do thot kur fillon ta lexoni këtë libër, mund të themi talla vikolla në këtë javë, ose millojnë allojtit lukea taman kirjen lukemista. Do thot lukemisen në fakt. Millojnë allojtit taman kirjen lukemisen. Kur ja fillove leximin e kësaj libre, atëherë pyetja do të përgjigja është vime vikolla. Ne kallëzojmë kohën, do të kur vime vikolla, do të javën e kaluar. Vime vikolla minulla olli kaksiva pata päivä. Do të në javën e kaluar unë kisha 2 ditë të lira. Thot talla vikolla, do të pyetja mund të jetë milla vikolla, në cilën javë? Talla vikolla në këtë javë. Ensi vikolla, do thot në javën e ardhshme, ose vime vikolla, do thot në javën e kaluar. Vime vikolla do thot është në javën e kaluar. Shembull vime vikolla allojtin taman kirjen lukemisen, do thot në javën e kaluar fillova librin e kësaj libre, do thot talla vikolla, shembull talla vikolla, do thot në këtë javë mund ta morrim për shembull talla vikolla minulla on tapaminen, do thot në këtë javë kam një takim. Ose ensi vikolla, do thot në javën e ardhshme, ensi vikolla mina käyn kaupassa, do thot në javën e ardhshme unë shkoj në dyqan, për shembull ensi vikolla mina käyn kahvilassa, kavereiden kanssa juttelemassa erilaisista asioista. Do thot në javën e ardhshme unë do të shkoj në kafe me shokët dhe bisedojmë për gjëra të ndryshme. Do thot kjo ishte sa i përket gjithë këtij mësimi. Faleminderit që shikuat dhe shihemi në videon e radhës. Mojka!